Qytetarë të nderuar, këtu jemi në qytetin e Fushë Kosovës te familja Hasani, 15 antar. Kemi ardhur me ndihmë me pak ushqimore, me veshmbathje, me ndihmën e një vllau ton, pra veprim sopaj. Kemi ardhur këtë kohë dimrit për mi ndihmu kësaj familjes. Kjo familje 15 antar nga vërshime të shumta. Kjo familje është detyruar për me dal nga shtëpia, është strehuar në lagje atu për rreth, kështu që ne do të bisedojmë i pika të shkurta për hallet dhe dertet e kësaj familjes. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje valla. Hallet dertet shumta. Pesheni edhe vetë se qyshe janë punë, nuk po mojnë me një mrena, ujtë na ka marrë, këto e kem pjalloj, po mirë gjina të pajtimit, kam nevoj për ndeshje, për mate, për ishëm, për gjona ishimore, për që të se s'kam mo ka shkaj, s'kam ka marrë, jam e vete 15 antar, kam fmit vogël, desh, daftë, kam mundësi, si thojnë, nëse keni mundësi mu më ndihmu, Allah ju shpërblefte. Por tash ku jeni tuke jetu? Tash një shtëpi ma kanë gjetën për një 3-4 muaj atje me jetu, po mirë, ato nuk ka as mloj, as shtroj, as nuk ka kur gjër. Tash të kështu kush ka mundësi mu më ndihmu për mloj, për shtroj, për këto, Allah ju shpërblefte. Po shteti, qeveria jona, ju ka dalë Po tash të këta kanal kanë thonë që do të me këqyrë me buti qka, po dhe që tash halon një herë kur gjër, veç do dru që mi kam pru tjetër kur që edhe një paketë ushqimor. Edhe një paketë. Edhe mu më kanë dosë edhe unë jam mro pasoj në atje. Po, dhe ti... Po, mro pa që... dy shtëpi janë... Dy shtëpi. Cilat janë këtë gjendje. Në kanë maru vllavja me diaspora, në kanë maru diaspora me munimin e juve, vllavë. Më falë shpreje se... Ju më me lutë dhe tash kjo, të ka që atje. Se... Me emrin e Zotit ku më mira vllavës. Pa për para të vivet i qara pas që ku mujtë në marë. Edhe jam atë rrugë asë shira të bërë. Vëllezër të nderuar, pesheni edhe vetë këtu dy familje, 15 antar, janë jashtë shtëpie, ftoftë, këtë kohë dimrit. Ne sa do pak i dolëm në ndihmë me pak ushqimore, me veshmardhje, por edhe me çmyrr për ngrorje. Kështu që pesheni edhe vetë, Allahu e nderoj vllahun tonë veprim sopaj që i dul në ndihmë. Ne nuk bëjmë dallim me fe aparat, çdo herë ndihmojmë, çdo herë i dalim në ndihmë. Ju kisha lut për hir të Zotit që ti dalim në ndihmë edhe matutje, me betanie, me qatë kini mundësi që këtë mundësi edhe kjo familje, se peshen edhe vetë i ka ndodhë kjo ndodhi ka orë prej Zotit, edhe ne mund të në ndodhë nesër si kësaj familjes, kështu që motër e ndëruar peshojmë gjithë bashku, ju kësha lutë që dalim në ndim, por drejtoj donatorëve qëfar kërkan? Unë kërkaj për veshje, për mbathje, për gjona ushqimore, për në i shperet që shto për tru, për qymër, e s'paktja se para 3-4 muaj në këtë shpi nuk pojma me hyje, e velum një shpi që atje ma kanë gjeten, po mira e shpi është e thatë, nuk ka osanë në ta, e kam nevoj për ndimin e Allahut edhe ndimin e juve. Allah ju shpërbleft qka me nani për me nani ndimu neve.